Kriza politike në qeveri thellohet pas pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga detyra, me vendimin e gjykatës së posaçme, e cila ndaloi edhe daljen jashtë vendit në kuadër të hetimeve për tunelin e Llogaras dhe tenderët publik. Pas publikimit të vendimit, Balluku shkoi në kryeministri ku prej disa orësh është në takim me kryeministrin Edi Rama, takim ku është bashkuar edhe Ulsi Manja, ndërkohë SPAK ka zgjeruar hetimet edhe në Unazën e Madhe, teksa mbetet e paqartë nëse Rama do të zbatojë pezullimin deri në vendimin e apelit. Balluku ka akuzuar opozitën për sulme politike, duke thënë se nuk do të flasë kundër drejtësisë, edhe pse preket personalisht. Partia Demokratike ka sulmuar ashpër kryeministrin Edi Rama pas përdorimit të drejtësisë për largimin e Belinda Ballukut, duke e cilësuar akt të paprecedent dhe shenjë të panikut të Ramës për të shpëtuar ligjit dhe drejtësisë. Opozita e quan këtë një rrethi vicioz krimi dhe korrupsioni, ku Rama është koka e sistemit narkos dhe kërkon dorëheqjen e tij si kusht për ndryshim. Foltorja qytetare parlamentare dhe lëvizja opozitare konsiderohen domosdoshmëri kombëtare për rrëzimin e qeverisë. SPAK ka refuzuar kërkesën e Këshillit Bashkiak të Tiranës që Erion Veliaj të marrë pjesë në mbledhjen e nesërme për buxhetin 2026, qoftë fizikisht apo online, duke kufizuar kështu rolin funksional të tij si kryebashkiak, pavarësisht vendimit të kushtetueses që e la në detyrë. Paralelisht, prokuroria posaçme ka refuzuar edhe kërkesën e misionit monitorues të Këshillit të Evropës për një takim me Veliajin në parapurgimin e Durrësit, ku ai mbetet që prej shkurtit. Misioni zhvilloi takime me institucionet shqiptare, ku diskutua sfida e kompetencave mes qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, duke ju referuar edhe rastit të shkarkimit të Veliajit. FMN paralajmëron qeverinë shqiptare kundër çdo paqeje fiskale që përfshin falje detyrimesh apo pezullim auditimesh, duke theksuar se kjo minon sistemin dhe besueshmërinë e shtetit. Pas misionit të zhvilluar së fundmi, FMN konkludon se Shqipëria ka një bazë ekonomike të fortë, por rreziqet po rriten për shkak të modelit ekonomik të fokusuar te turizmi dhe presioneve mbi pagat dhe çmimet. Raporti kërkon rritje të ardhurave të qëndrueshme, shpenzime më të sakta, reforma në taksat dhe administratën fiskale, si dhe monitorim të borxhit dhe sektorit financiar, ndërsa nënvizon nevojën për reforma të thella në arsim, tregpune dhe luftën kundër korrupsionit. Rreshjet intensive të ditëve të fundit kanë përmbytur qindra hektar tokë bujqësore, kryesisht në veri të vendit, duke shuar punën dhe investimet vjetore të fermerëve. Zonat më të prekura janë Kurbin, Mamurras dhe Hamalla i Durrësit, ku vetëm aty uji ka zënë rreth 270 hektar tokë. Ekspertët paralajmërojnë nëse uji qëndron mbi 4 ditë, tokat mund të mbeten djerr për një vit, me dëmin më të madh tek gruri, i cili rrezikon shkatrimin total nga mungesa e ajrimit në rrënjë. Serat dhe pemtarit kanë pasur më pak dëme, por shumë fermerë rrezikojnë të humbasin të gjithë prodhimin e këtij sezoni dhe të ardhshëm, duke u përballur me pasoja ekonomike të rënda. Deputeti socialist Erion Braçe ironizoi përmbytjet e fundit duke akuzuar qeverinë që prej 8 vitesh buxheti nuk shpenzohet sipas planit dhe fermerët po paguajnë çmimin. Ai kërkoi shkarkimin e çdo zyrtari që nuk justifikon fondet dhe kritikoi skemat bujqësore e medikamentet si të mbushura me abuzime. Ndërkohë projekt buxheti 2026 prej 887 miliard lekësh mori dritën jeshile në parlament, me qeverinë që e cilëson më të madhin në histori dhe i jep 1 në 3 lek mbrojtje sociale. Seanca u tensionua me demokratët që akuzuan Ramën se buxheti favorizon pak vet, jo qytetarët. Gjykata e posaçme e apelit ka liruar ish misin Erja Ago, ish të dashurën e Safet Bajrit, duke zbutur masën nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ago mbaj prej muajsh në paraburgim, e dyshuar për përfshirje në vrasjen e Fatbardh Licit në vitin 2018 dhe për ndihmë në arratisjen e autorëve. SPAK thot se pas vrasjes, ajo ka transportuar një nga të dyshuarit dhe ka komunikuar me pjesëtarët e grupit, të cilat janë provuar përmes tabulateve, pamjeve filmike dhe vendodhjeve. Erja Ago, e njohur më parë edhe nga përgjimet e Zogut të Tiranës, mbetet në nënhetim për përkraje të autorit të krimit. Gjykata e Durrësit vendosi të lërë në burg 21 vjeçarin Daniel Pepa, i akuzuar për vrasjen e Flori Paluçit më 22 tetor në Manzë. Seanca e zhvilluar me dyert të mbyllura për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë, ndërsa Pepa kërkoi falje dhe shprehu gatishmërinë për të përballur përgjegjësinë. Gjykata konfirmoi arrest në burg, duke ngarkuar prokurorinë dhe policinë për ekzekutimin e vendimit. Hetimet për vrasjen vijojnë dhe Pepa do të qëndrojë në paraburgim deri në përfundimin e tyre. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani ka shpallur datën 28 dhjetor për zgjedhjet e jashtëzakonshme, pas dështimit të deputetëve për të formuar qeverinë e re. Vendimi u mor pas takimeve me partitë politike, ku 8 prej tyre mbështetën këtë datë, ndërsa Osmani nënshkroi dekretin për shpërndarjen e kuvendit, duke respektuar kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.
Ambasadori polak në Rusi, Krzysztof Krajewski, u sulmua sot në Shën Petersburg gjatë një vizite për përvjetorin e pavarësisë së Polonisë. Një grup aktivistësh anti-Ukrainas po përpiqej ta godiste dhe e rrethoi me slogane agresive, por ndërhyrja e menjëhershme e shërbimit të mbrojtjes së shtetit të Polonisë e shpëtoi ambasadorin pa lëndime. Ministria e Jashtme polake e konsideroi incidentin më seriozin e viteve të fundit dhe e dënoi agresivitetin e protestuesve, ndërsa qeveria shprehu mos miratimin e saj për sulmin dhe siguroi se ambasadori do të mbrohet gjatë vizitave të ardhshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se synon të jap fund konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës, një qëllim që ja komunikoi edhe Vladimir Putin gjatë një telefonate. Deklarata e tij pasqyron planet e administratës amerikane për një marrëveshje 28 pikëshe që parashikon dhënien e një pjese të territorit të Ukrainës, përfshirë Donbasin, reduktimin e forcave dhe transferimin e armëve, një propozim që ka shqetësuar presidentin Ukrainas Zelenski në përpjekje për të përshpejtuar procesin. Një delegacion i Pentagonit udhëtoi në Kiev, ndërsa reagimet kontradiktore ukrainase dhe ruse ngren pikpyetje mbi ekuilibrin e planit. Është hedhur shorti i fazës play-off për Kupën e Botës 2026 që do të zhvillohet në SBA, Meksik dhe Kanada. Shqipëria do të përballet në transfert me Poloninë më 26 mars, duke tentuar kualifikimin historik për herë të parë në një kompeticion madhor. Në rast fitoreje, kuqezint do të ndeshen në finale me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Edhe kjo ndeshje do të luhet jashtë vendit. Bilanci historik me Poloninë nuk është favorizues. Nga 15 përballje, Shqipëria ka fituar vetëm 2 herë, ka 3 barazime dhe ka humbur 10 herë. Trajneri Silvinho paralajmëron për një Poloni të ndryshuar dhe e konsideron shumë herët për parashikime, ndërsa presidenti i Federatës Polake cilëson sfidën të vështirë, duke nënvizuar se asnjë bilet për në botror nuk jepet falas. Në të njëjtën fazë, Kosova do të përballet me Slovakinë në transfert dhe në rast kualifikimi do të luajë me fituesin e Turqi-Rumani. Ndeshjet në gjysmëfinale do të zhvillohen më 26 mars dhe finalet më 31 mars 2026.